krem qumshti i pjekur në furrë, dhe kjo është ëmbëlsira që na çon shumë mbas në kohë në kujtimet e fëmirisë. Për këtë recetë do t'ju duhen vetëm 3 përbërës që i kemi të gjithë në shtëpitë tona: vezë, qumësht dhe sheqer. Tani po fillojmë me përgatitjen e recetës hap pas hapi. 5 vezë do t'i hedhim në një makineri robot dhe do fillojmë që t'i përzijmë. Në rast se nuk keni një makineri të tillë, këtë proces mund ta bëni edhe me një mikser dore elektrik. Gjatë kohës që vezët përzihen, do shtojmë shumë pa krip, 1 maj kishtash. Kripa i shton shijen dhe i jep lezet ëmbëlsirës. Më pas do fillojmë të shtojmë sheqerin. Sheqeri do shtohet lug-lug, pak nga pak çdo 2-3 minuta. Gramatura e sheqerit varet nga preferencat tuaja. Unë kam përdorur 5 lug sheqer, nëse e doni më të ëmbël mund të përdorni 6 lug, 100 gram ose 120 gram sheqer. Është e rëndësishme që vezët të përzihen me një shpejtësi mesatare dhe jo shumë shpejt, dhe gjatë kësaj kohe do shtojmë vaniljen. Vanilja është për t'i hequr aromën e vezës, po njëkohësisht për t'i shtuar akoma edhe më shumë shijen ëmbëlsirës. Për këtë recetë dhe këto përmasa që unë kam përgatitur, 1 lug kafe vanilje mjafton. Në rast se nuk keni vanilje të lëngshme, mund të përdorni vanilje pluhur. Pas përzierjes, kur veza t'jetë dyfishuar në volum dhe sheqeri t'jetë tretur plotësisht, atëherë jemi gati të shtojmë qumshtin. Fillojmë përsëri me përzierjen në një shpejtësi mesatare dhe qumshti që do përdorim duhet të jetë i vakët ose në temperaturën e dhomës. Do ta hedhim pak nga pak, kemi përdorur 500 ml qumësht. Kjo ëmbëlsirë është shumë e thjeshtë, po ta keni vënë re nga fillimi i recetës deri tani, kemi përdorur 5 vezë, 5 lug sheqer, 500 ml qumësht, shumë pa krip edhe vanilje. Kaq e thjeshtë. Dhe nëse do donit të përgatisnit më tepër ëmbëlsirë në familjen tuaj, sepse këto përmasa nuk ju mjaftojnë, në bazë të kokrave të vezës që do hidhni, shtoni edhe përbërësit e tjerë, vetëm se duhet keni parasysh që t'i hidhni pak më tepër vanilje. Pasi kremin ta kemi gati, do ta hedhim në një tavë qelçi. Dhe tavën e qelçit do ta vendosim në një tavë tjetër ku do hedhim ujë. Kjo ëmbëlsirë është mirë që të piqet gjithmonë në banjomari. Furra duhet jetë e nxehur gjithmonë para kohe në 150 ose 160 gradë, varet nga furra që ju do përdorni, dhe do ta pjekim për 1 orë ose 1 orë e 10 minuta. Më pas e lëm të ftohet në temperaturën e dhomës plotësisht dhe e vendosim në frigorifer për 2-3 orë për një shije akoma më të mirë. Nëse doni, përsipër mund t'i hidhni sheqer dhe ta karamelizoni, por nëse sheqeri nuk është në preferencat tuaja, mund ta shijoni edhe kështu të thjesht. Kjo është edhe konsistenca se si duhet të duket ëmbëlsira. Duhet të tundet tamam si pelte. Uroj dhe shpresoj me gjithë zemër që ta provoni dhe ta shijoni këtë recetë. Ju përshëndes.